Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Orinda Huta zbulon fitimet maramëndse nga podcasti, më shumë se rroga në televizion. Orinda Huta ka folur hapur për vendimin e saj për të shkëputur nga ekrani i televizionit dhe për t'ju dedikuar një formati që sot po njeh sukses të madh në tregun e podcasteve. Formati i saj Mam, tashmë në sezonin e tretë është rikthyer në një pikë referimi për prindërimin, duke sjell histori, sfida dhe biseda të vlefshme për nënat dhe baballarët. E ftuar në një emision së fundmi, Orinda tregoi se ideja lindi natyrshëm pas ardhjes në jetë të vajzës Atara. Ajo pranoi se ritmi intensiv i televizionit nuk i linte hapësirë të mjaftueshme për të qenë pranë familjes, prandaj podcasti ishte zgjedhja e duhur. Por ndryshimi nuk solli vetëm qetësi dhe ekuilibër familjar. Orinda pranoi se të ardhurat financiare nga podcasti janë jo vetëm të qëndrueshme, por edhe më të mira se sa ato të televizionit tradicional. Të ardhurat janë vërtet të mira dhe janë në të gjitha podcastet, plus Instagrami ka të ardhurat e veta dhe kur bashkohen bëjnë një paketë të fortë mujore. U shpreh Orinda.